në Shqipëri. SPAC është nga gjithka që kam lexuar dhe nga vizitat e mia të mëparshme në Shqipëri, nuk kam pasur marrëdhënie me këtë strukturë, por SPAC nga gjithçka që unë kam lexuar ka qenë një organizatë shumë e vlefshme, apolitike, independente, e pavarur, dhe prokurorët të cilët shkojnë atje i nënshtrojnë një vetingu thelbësor, përfshirë edhe testin e poligraf. Ata kanë trupin e tyre investigues, hetues, pra byron e hetimit, prokurorët e tyre të posaçëm dhe gjykatat e posaçme. Pra, nëse konfirmohet, unë do të impenjohem në operacionet për mbështetjen e këtyre operacioneve apolitike të pavarura dhe gjitha hetimeve që ata po kryejnë, ka qenë gjithë puna e tyre ka qenë e jashtëzakonshme. Ndarja e informacioneve të tyre me strukturat amerikane ka qenë shumë transparent. Porto Romano është një nga portet kryesore që në të ardhmen mund të shfrytëzohet. It won't be effective till 2030 is the target, but with Pan-European Corridor number 8. And then from there, military items could absolutely flow in, and that would be very beneficial. Gjithashtu, dërgimi i pajisjeve ushtarake do të ishte me shumë përfitim, edhe gjithashtu në përmirësimin e infrastrukturës. Pra, mendoj, put a pointed piece on your question, Senator, is to after going in, getting on the ground, I'm just such a believer of around the world that I really don't know a lot unless I personally sigurisht nuk mund të di shumë pa e parë vetë SPAC, pra struktura e veçantë për të luftuar krimin dhe korrupsionin. Besoj, me sa kam lexuar, ka qenë shumë efektive. Kur të shkoj në terren, do të kuptoj më mirë se çfarë është duke ndodhur